Nëse jeni mbi 50 vjeç, duhet t'i hani këto ushqime çdo ditë. Është e rëndësishme të mbani në mend se plakja është e pashmangshme, por trupi juaj do të përgjigjet mirë zakoneve të shëndetshme kur jeni 45-50 vjeç ose më shumë. Kjo do të ndihmojë në ruajtjen e shëndetit të zemrës dhe mbrojtjen nga sëmundjet. Hani ushqime të pasura me fibra. Marrja e sasive të duhur të fibrës në dietën tonë ditore mund të ndihmojë në uljen e riskut të sëmundjeve në zemër, diabetin e tipi 2 dhe shumë presion të lartë të gjakut. Fibra luan një rol të rëndësishëm në kontrollin e peshës, zvogëlon riskun e sëmundjeve lidhur me moshën. Vlen të përmendim se ushqimet e pasur me proteinë, yndyrnat e shëndetshme. Gjithashtu, më shumë ushqime në bazë bimore mund të jenë gjëja më e mirë që mund të ndërmerrni në dobi të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ekspertët shtojnë se ndjekja e këtij regjimi në dietën tuaj ditore mund të jetë arsyeja për më shumë përfitime.